Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 14 prill të 2025-s. Një javë të mbar, ditë të mbar ju uroj. Është një javë ku shumë ndryshime dhe shumë ndikime do të kemi në fushën e karrierës dhe në fushën e disa takimeve të rëndësishme në lidhje me disa blerje që mund të keni, sidomos paraditja është mjaft e mirë duke ndikuar dhe ndihmuar në lidhje me çështjet planetare dhe ndikimet planetare që kanë të bëjnë me Afërditën dhe Mërkurin. Afërdita është planeti i dashurisë dhe i vendimeve të mëdha që marrim. Gjithashtu Mërkuri është komunikimi dhe mundësitë që na jepen për marrjen e një vendimi shumë të rëndësishëm në këtë aspekt. Meqense jemi në kohën e mundësive, është shumë mirë sepse nga paraditja dhe deri në orën 1, do thosha unë 13 në të drekës, është një kohë që çdo gjë mund të ndodhi dhe mund të jetë e realizueshme. Mirë do ishte, edhe pse si fillim javë, për ju që keni për të firmosur një kontratë ose një bisedë bëjnë në këto orë që them, sepse ka të bëjë shumë kur favorizohen shumë, sidomos shenjat e ajrit dhe shenjat e zjarrit. Shenjat e zjarrit që është Dashi, është Shijetari dhe Luani, kurse në shenjat e ajrit janë Binjakët, Peshorja, Ujori, ku mundësitë janë shumë të mëdha në lidhje me takime dhe ndryshime që do ndodhin në këtë periudhë kur koha ka provuar edhe mundësitë janë në anën tuaj, sepse është një ditë mjaft e mirë dhe i fillim javë e mbar. Por para se të filloj me parashikimet e kësaj dite, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, jeni të interesuar për një parashikim të detajuar, atëherë astrologo.al, keni pikërisht këtë faqe këtu dhe atje e klikoni, e shikoni dhe mund të zgjidhni paketën që ju intereson dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria, është pikërisht ajo dritari e vogël aty, e klikoni, vendosni të dhënat e juaja dhe jeni gati pastaj që të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube dhe dëshironi të dëgjoni gjithçka, të dini gjithçka, të mësoni gjithçka, atëherë kemi këtë butonin këtu, e klikoni dhe jeni gati pastaj për dërguar mesazhin. Për gjithçka dëshirohet, i keni numrat atje në WhatsApp, në Viber apo në Skype. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat para. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Çfarë ndodh me shenjën e Dashit dhe ku mund të fokusohen shenjës së Dashit tani në këto momente? Pikërisht dita e sotme si fillim javë që është koha dhe momenti i duhur për të marrë vendime të rëndësishme në lidhje me çështjet e punës. Sidomos 10 ditë që tret duhet të jetë pak i kujdesshëm në marrje vendime, sepse ndryshe mund të flitet, ndryshe mund të bisedohet. Por, si me sa duket, kjo periudhë është shumë e mirë për nisma të reja. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë dhe virgjëresht dhe diçit tret, duke se gjërat janë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, meqense Demët gjithmonë ka një mundësi dhe një çështje të rëndësishme në fushën e biznesit dhe të karrierës, por janë shumë të zgjuar sepse ka një mundësi plus tani në lidhje me një çështje shumë të rëndësishme që do bisedohet nga dreka, ku juve keni mundësinë mbas orës 13, 14 dhe 17. Janë orë shumë të mira për të bërë biseda të rëndësishme në anën tuaj dhe për të zgjidhur problematikat që keni ose çështjet që juve ju intereson. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e diçit parë dhe me bricap duken të mbara, edhe pse mund keni pasur disa probleme të pazgjidhura më përpara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët duket se tani për tani, edhe pse janë pak në dilemë për sa i përket nismave të reja ose kohës që ata kanë në dispozicionin e tyre,
por më tepër do fokusoheni tek bisedimet e rëndësishme në tavolinë. Dhe pikërisht dita e hënë është një ditë që vërtet juve jeni i përkishin shenjës së ajrit, ku keni mundësinë për zgjidhur probleme të pazgjidhura. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e gafores. Për sa përket gaforeve, me qenë se gafore duket se tani në këtë periudhë është një periudhë ku e hidhni hapin aty ku juve ju intereson në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit tuaj, por sidomos lidhje me biznesin sepse është një kohë shumë e përshtatshme, është një kohë shumë e mirë mbi vendime që do të merrni, sepse një rritje në detyrë është e mundur të ndodhi pikërisht në këtë ditë, është një ditë shumë e rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me dash duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Çfarë ndodh me luanët, edhe ku luanët kanë një mundësi plus në gjërat që do të ndikojnë tani e tutje. Ka një gjë që vërtet e keni mundësinë dhe jeni me shumë fat në këtë aspekt, sepse duke pasur parasysh edhe me ndryshimet që keni, edhe me mundësitë që ju jepen tani e tutje, por me sa duket tani është koha juaj për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje që lidhen me një takim të rëndësishëm ekonomiko-financiar, është një moment shumë i mirë për biznes, do ta thosha kështu, sepse është koha juaj edhe me ndryshimet që do të keni. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjat do thot me britsjap dhe me ujor të 10 diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, me qenë se virgjëreshat mundësojnë shumë gjëra, nisin shumë gjëra në lidhje me një bisedë që keni pasur para disa kohëve, por nuk është zgjidhur për një arsye pune, për një arsye në çështjet e karrierës suaj, por gjithsesi është një periudhë tani në këtë kohë ku do të keni mundësinë për të zgjidhur gjërat aty ku ju doni dhe dëshironi. Por shumë gjëra do marrin zgjidhjen e duhur në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Çfarë ndodh me peshoren dhe ku peshoret ka një mundësi plus tani? Ka një mundësi plus në lidhje me një takim që do bëjnë në orën 18:30, sepse 18:30 është koha e duhur mbi ndryshimet që kanë, por dhe një mundësi e artë për zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, edhe pse keni pasur probleme juve me dash, por kjo është kalimtare, nuk duket se ka një problem shqetësues, por është e thjeshme. Në çështje shpirtërore me gafore bëni kujdes sepse është një lidhje afatgjatë dhe nuk është afat shkurtër, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë dhe duket se do t'ja dilni në lidhje me disa takime që mund të keni tani e tutje. Në një çështje që keni për të bërë një bisedë, mund ta bëni tani e tutje sepse është koha juaj dhe jo problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë akrepët. Çfarë ndodh me akrepët dhe ku akrepët duhet bëjnë kujdes? Duhet bëjnë kujdes nga shpenzimet, sepse me shpenzimet janë pak dobët tani në këtë periudhë, duke pasur parasysh kjo javë është një javë shpenzimesh, prandaj për gjitha shenjat, por akrepët e kanë pak më të ndikuar këta në të vështirë, prandaj duhet pasur kujdes për ditën e sotme, mos u nxitoni se keni ka ditë krijuese sa duash, prandaj prisni pak mos u nxitoni. Në çështjet që lidhen me udhëtimet dhe disa mundësi të reja që keni ose një çështje ligjore e fitoni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me gafore duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët kanë ambicie për gjërat e tyre, sepse kanë pasionin, kanë bashkimin, rikthimin, dhe kjo bën një ndikim shumë të mirë tani, sepse edhe koha që ka ndikuar tek juve pozitivisht është një mundësi shumë e mirë, një mundësi e artë për sa përket ndryshimeve dhe kohës suaj
në anën tuaj në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me gafore duke të mbara. Vijojmë tek shenja radhës janë britqapët. Për sa përket britqapëve, ju vetë britqapë të dashur, mundoni të jeni sa më korrekt me veten tuaj. Sepse është një javë paksa e rëndësishme në punë, por e vështirë në marrje vendimesh. Meqense është ditë e mirë për punën, bisedoni, mundoni të mbyllni. Në anën tjetër, kujdes, sepse nuk është koha për marrje vendimesh të rëndësishme. Në çështjet të anës shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës janë ujorët. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se këtë periudhë, sado që keni mundësinë dhe kohën tuaj mbi takimet, vendimet, mundësitë dhe çdo gjë tjetër, nuk ka pse të shqetësoni fare, sepse koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe të tjerët ju ndjekin. Dhe kjo është një mundësi e mirë, vazhdimësie dhe korrektësie, kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore. Lidhjet afatgjatë janë me dem dhe akrep, me akrep sidomos, mos u ndani sepse është një lidhje afatgjatë dhe për jetën dhe jo për momentin. Kurse në çështjet e tjera që kanë bërë me një dokument që juve keni në Angli, duket se do t'ja dilni sepse është dita mirë, është dita juaj, është dita e vazhdimësisë dhe e anës së dokumentacionit. Vijojmë tek shenja radhës, janë shenja e peshqive. Për sa përket peshqive, peshqit duket se në këtë periudhë tani për tani, edhe pse janë paksa në dilemë për sa përket punës së tyre dhe disa çështjeve të pazgjidhura lidhje me karrierën, lidhje me disa vendime që mund të marrin, por unë them që tani është një kohë shumë e mirë, por edhe pse do të bëjnë pak kujdes, jo të nxitohen, se nxitimet nuk sjellin dobi, po probleme, po meqense është një mundësi e mirë, mundësi e artë them unë, është koha juaj për ndryshime, vendime, korrektësi, është momenti më mirë i mundshëm mbi stabilizimin e punës suaj, mbi karrierën, mbi takime që do të bëni dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem dhe me akre është ideale. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht datës 14 prill të 2025-s. Por për ju që interesoni për bashkim të detajuar, atëre kemi pikërisht astrologu.al, atë faqe atje, ku atje mund zgjidhni çdo lloj pakete dhe jeni gati pastaj për të bërë blerjen e duhur dhe për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it, sepse nëse nuk e gjeni veten aty, atëre mund të telefononi dhe të bisedojmë se si mund të zgjidhim problemin që keni dhe se si funksionon shërbimi. Për ju që doni që në kohën që jemi live dhe kërkoni të dërgoni një mesazh ata me një live përgjigjen, atë kemi këtë butonin këtu, e klikoni, e ndiqni butonin, e klikoni të gjitha dhe aty pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin në kohën që jemi live, sepse do jemi live shumë shpesh, do jemi live për gjërat që juve doni, për gjërat që juve keni në çështje të rëndësishme ditore, javore, mujore e kështu me radhë. Nga unë Njërupulla, ju uroj një ditë, një javë sa më të mbar në çdo aspekt. Gjithë mirë.